Prokuroria speciale Katica Janeva nuk ka bërë ende asnjë reagim ndaj vendimit të Këshillit të Prokurorëve Publik për të shtyrë zgjedhjen e ekipit prej 14 prokurorëve. Siç njoftua një ditë më parë një pjesë e mediave, Këshilli i Prokurorëve Publik ka bërë të ditur që në vend që të zgjidhet gjatë këtyre ditëve, ekipi Katica Janevës do të zgjidhet javën e ardhshme. Sipas kryetarit të Këshillit, vonesat ndodhin për shkak të pritjes së dokumentacionit shtesë nga Prokuroria speciale. Ne kemi kërkuar nga Prokuroria speciale të na jap shkresa për mendimin për kandidatët e propozuar, si dhe një plan të përgjithshëm, personal dhe plan financiar në përputhje me nenin 13, paragrafi 2 i ligjit, tha kreu i Këshillit të Prokurorëve Publik Petar Anevski për gazetën Utrinski Vesnik. Sipas ligjit për Prokurorinë speciale, Katica Janeva ka tha deri të ejtën e ardhshme të paraqes planin e punës, planin personal dhe atë financiar, jo vetëm deri te Këshilli i Prokurorëve Publik, por edhe deri te qeveria dhe kuvendi. Zgjedhja e ekipit të Janevës do të zgjidhet deri në fund të javës së ardhshme. Ende nuk dihet nëse do të zgjidhen të gjithë 14 emrat e propozuar, sidomos pas reagimeve të shumta ndaj prokurores Lile Stefanova, e cila ka qenë angazhuar në rastet që kanë pasur ndikim të madh në opinion dhe në politik, siç ishte rasti i gazetarit Kezharovski, rasti spion, ndërsa ka qenë përfshirë edhe në rastin Puç dhe në Magyar Telekom. Në pritje të zgjedhjes së ekipit të Janevës, ende nuk dihet se ku do të jetë vendosur Prokuroria speciale dhe ekipi i saj, edhe pse kjo çështje është dashur të zgjidhet 3 ditë pas zgjedhjes së saj. Tani për tani zyrat e Janevës mbeten në Ministrinë e Drejtësisë, pasi ajo refuzoi disa vende të cilat ia ofroi kjo ministri.